Pyetja e radhës, thot pyetësi vlera e istikfarit, e të thënërit sa më shpesh astaghfirullah dhe atubu ilej. Vlera e istikfarit ne e dim se çdo njeri është gabimtar, domethënë sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawabin. Do thonë çdo pasardhës i Ademit është gabimtar dhe më i miri prej tinëve është ai i cili domethënë kërkon falje dhe istikfar. Istikfari sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informu, ka bërë çdo ditë, domethënë mas pakti domethënë në një rivajet 70 herë, në tjetrin rivajet domethënë 100 herë ka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falje gjunave ose ka bërë istikfar. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë as istikfar, pse ne nuk bëjmë? A menojmë se ne kemi domethënë më pak gjunahe? Edhe pse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal domethënë gjunahet. Atëherë ne obligohemi domethënë të bëjmë domethënë sa më tepër istikfar, edhe ta përmendim Allahun subhanahu wa taala, sepse domethënë sikur që ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ma afër domethënë shpëtimit ai i cili domethënë e ka mush librin e vet me istikfar. Thonë më afër shpëtimit është ai i cili domethënë sa më tepër ka lyp domethënë istikfar dhe ka bë te Allahu subhanahu wa taala istikfar dhe ka kërkuar domethënë falje e gjunaheve. Kjo është domethënë janë hadithe domethënë çka është, se kanë disa prej haditheve çka folin për vlerën e istikfarit i cili duhet ta bëjë çdo musliman gjatë ditës.